sipas mediave, kjo ishte linja. Pra, në Gorisht të Selenicës, kullumi naftës ka helmuar Vjosën. Pra, atë në Gorisht që është burim nafte, ka njerëz, ka pushtet, ka roje, ka naftëtar, ka qeveri, kanë deputet e diramën ata, kanë deputet atë njëri tërësisht të mbaruar, që po talët me shqiptarët. Jo, zotë, Shqipëria ka vdekur dhe shqiptarët do të njëri në këmë ta përmbysin këtë qeveri. Nuk ka më me lutë jeri me vota dhe me në thashën e shikojmë se si bëjnë votat. Dhe kushtoj që thotë që kjo qeveri duhet i me vota dhe me zgjedhje, është e pa mundër, është utopi, nuk zgjidhe, nuk bëhet. Dhe faktet këtë të regojnë ditë për ditë. Urdo, kush do me përgjegjësi për këtë? Kush do përgjigjet për atë naftë që është derdhur në Vjosë? Kush do përgjigjet? Kush do shkojnë në burë, që duhet shkojnë disa veta në burë? Që nga SPZ-ja, specialisti i policisë zonës, që nga naftëtarët që punojnë atje, që nga kryetari komunës, njësisë bashkjake, që nga kryetari bashkisë Vlorë, që nga ministri mjedisit dhe ambientit, që nga ministri industrisë, deri që kryeministri i paqëni kryeministër. Lumi i vetëm që mbeti i egër në Europë, sa u fut në UNESCO dhe përfundon në këtë mënyrë pra. Ose agenturat e tuhuajt do punojnë, agenturat greke dhe sërbe do punojnë, pa diskutim se ka njështë e tyre të që flënë. I kanë vënë në gjumë dhe u ka thënë rrisë, u regullojmë ne turizmin juve. Nga një mirë kanë bërë. Po ta them unë, se ky charlatan, kryeministër thotë, do të e bashkëton ekonominë shqiptare të turizmi. Cili turizm, more? Turizm do hash. Do hash turizm apo do hash peshkun, do hash domaten, do hash pecin, patligjanin, ku do punoj? Ku do mbjellin? Jo, jo, është të tralltuar Shqipëria, është lënë në mëshirë të masonëve që ta shkatërrojnë. E filluan me vaksinat, e filluan në 46 me shpronësimin e shqiptarëve, e vazhduan me shpronësimin deri në fund deri në 90-ën. Në 90-ën i shpronësuan duke bërë ligje të reja dhe ligje mafiozës, hajdutës, gangsterës, 7501-shin, dhe vazhdojnë tani me prishjen e ambientit, me shkatrimin e gjithçkaje. Është vendim i kabalës dhe i masonëve që të shkatërrohet shteti shqiptar dhe ekonomia shqiptare. Populli shqiptar kanë vendosur ta zhdukin dhe po e realizojnë. Deri tani kanë mbetur apo s'kanë mbetur 700.000 shqiptarë në Shqipëri. Shkojmë pak më tej në Vlorë plerat që digjen. S'më vjen keq fare u abën mirë lënjatëve. Lënjatët kanë kryeministrin deputet Jorlla, miru abën që u me rrujt, miru abën që u djek plera atje. Ore s'lu sa kundër turizmi tani mo funksionon 100% agentura greke këtu për të destabilizuar turizmin shqiptar. 100%, plus këtyre gangsterëve tanë në për lokale, në për restorante që një pjatë tas kebab në Vitëftot të pelen 6.000 lekë çfarë bëhet kështu ore. 6 euro një tas kebab. Pra janë vetë shqiptarë që po ja bëjnë ngropën Shqipërisë. Ne e shohim ditë për ditë. Unë e shohim po s'kam që bëj, se luftoj dot, si jam vetëm, s'kam njëri tjetër. Megjithatë avokat do na rregulloj çik imazhin Sazani, tani që ishte edhe vajza e Trumpit, që ka nisur investimi, qeveria ka hapur një kompani që do jetë aksionere me dhëndrin e Trumpit në Sazan, dhe duket sikur gjërat mund të përvisohen ande nga jugu, imazhi. Jo më larg se dje kryetari i Partisë Shpresa Demokrate Shqiptare e denoncoi dhe tha është e pamundë, është e pavërtet, është mashtrim. Dhe këta tani një palë mashtron. O mashtrojnë njerëzit e Trumpit në Shqipëri dhe duan të na vënë në gjumë, thonë hëse s'ka gjë, ose mashtrojnë qeveria jonë. Ta gjejmë kush mashtron, ne duam të dimë çfarë po bëhet me Sazanin. Ka burr që të dalë të thotë çfarë po bëhet me Sazanin dhe të dalë. Po, ajo që din deri tani është që lekët janë të arabëve, investimin do ta bëjë dhëndri Trumpit, edhe përfituesi do të jenë shqiptarët. Zotri, dje kryetari i Partisë Shpresa Demokrate Shqiptare tha që dhëndri Trumpit s'ka asnjë qerek leku. Dhe babai i tij është burgosur në Amerikë për hajdutllëqe për vjedhje. Pra është një familje e kriminalizuar, si thuash. Një familje hajdutësh. Atëre ku e gjetën këta ato që sollën këtu? Megjithatë avokat, ai është tani dhëndri Trumpit. Edhe jo po zagari Trumpit. Pse thua ti? Apo tualeti Trumpit? I linë vetë apo sinimo, që janë këto i thonë.
Më duhet mua se Trumpi 4 vjetë se do iki të vejnë punë tia, se doj se vënë më. Atëre netër në lënë gjenazën në dere, duke a dhenë pjesën, pikën më strategjike për të mbrojtjen kombëtare shqiptare ja lënë një hajduti Amerikan. Po pse më për këtë duam Amerikën ta sjell hajdutët? Jo, zotëri, jo. Po jo, avokat, sepse nëse ai do të investojë, ne sigurojmë dhe mbrojtjen aty, sepse gjitha investimi që është mes Jonit dhe Sazanit, edhe mbrojtja amerikane. Atë mos e thuaj më se nuk është ashtu. Ata nuk investojnë që të armatosin Sazanit mos kaloj miza edhe as një peshk mos kaloj në Otranto. Po ata hapin resorte që të vjedhin, të grabisin pasurinë tonë. Po nëse është biznes amerikan, edhe amerikanët do angazhohen që Amerika po nuk të mori 10 nuk të jep 1 cent, po nuk mori $10. Amerika së fa gjë, zotëri. Dhe kanë mirë, edhe bravo u qoftë luft. Ne jemi të vdekur pa mbuluar japin gjithçka pa në qerek leku. Vetëm për të pasuruar atë Mirela Kumbaron, Edi Ramën, të lukunin e bishave të kuqe në pushtet në Shqipëri. Pra jo avokat thoni që më mirë të ishte investuar ishte për një bazë ushtarake se sa të kthehej në biznes Sazan. Por zotëri, ajo është pasuri kombëtare shqiptare, është pika më strategjike e shtetit shqiptar. S'ka punë bizneset e huaja aty. Ajo është tokë shqiptare. Duan të ndërtojnë dhe ndërtojnë ku të kenë qef, të vjen se ka Italia plotët, Greqia plot, me 1.000 ishuj ka Greqia. Jo, mor jo, është objektivi që të shkatërrohet Shqipëria dhe shteti shqiptar, të varroset për gjithmonë populli shqiptar. Ndaj u them shqiptarëve, ngreuni, ngrifshi për vendin, ngreuni se po na han të gjallë. Grekët janë bërë xhelos më duket. Sepse thonë ishullin që vallam në shqiptarëve, tani shqiptarët ja dhanë Trumpit. Na e dhanë ata, çdo vetëm kjo. Çfarë na dhanë ata? Kështu thonë ata. Jo zotri. Ora ata thonë që s'ka Shqipëri, që në shkumbin e poshtës vori e pirë. Le të thonë ata, po çu jep Edi Rama? Çu jep Sali Berisha, që Sali Berisha u dha detin. Më i korruptuari, më kriminali, më anti-shqiptari, Sali Berisha. Është më i egër dhe më i lik se sa Edi Rama është Sali Berisha në shqetjen e trojeve shqiptare. Është më i egër, është më i rrezikshëm. Atë janë futur në garë, kush është më i jetshëm? Po, kush i shërbej sa më mirë padronit. Por mund dikoj tek turizmi në raport me Greqinë, gjithë to investime pra thithja e turistëve këtej dhe ajo që tha ju pak më larg që mund të jetë. Tani është piku i turizmit, ke parë shumë turizm siç kishte vjet e parë vjet, ke parë turista? Jo. Nuk ka, nuk vinë më. Se shikojnë se ç'po bëhet. Dhe pengese plus jo turizmi, ata turistët më shumë i thirr Greqia me çmime çka. Ore Greqia ka çmime 30% të çmimeve shqiptare. 30%. Atëre budallasha e të vinë Shqipëri të argjoj lese kokës kur shkon në Greqi, edhe shërbimin e ka shërbim, edhe ambientin e ka ambient, edhe me çmime më të lira. Ai pa turat e zeza që devesin në Vlorë. A mund të shkosh të bësh plazh në Vlorë në mes me kaleve?